që janë një pjesë ashtu dhe janë vërtet. Një pjesë të gjitha, shiko, këtu. Dhe janë vërtet, po duhet vënë në dyshim se bota do kishte bërë 2 luftra botërore, nuk do kishte shkaktuar. Sot për shembull, me inteligjencë artificiale ne po shkatrojmë jetën tonë reale, domethënë. Jo vetëm ajo, por ne me teknologji përgjithsisht kemi shkatruar jetën tonë. Ja bërë njerëzit UFO, janë bërë njerëzit të huaj për njëri tjetrin, nuk jetojnë jetën e tyre reale, normal, jetojnë jetë virtuale, nuk kanë jetë, domethënë praktikisht. Këtë po të mbështesim nëpërmjet teknologjisë tani çfarë qeni është kjo që prodhon, edhe ajo që prodhon e ka kundër vetes, domethënë. Atë po them, po sikur mos të jenë të gjithë njerëz. Këtë jam duke thënë, ose të jenë të pushtuar nga diçka. Kjo mund të jetë inteligjencë artificiale, mund të jetë një qenie, por që mund të mos jenë të gjithë njerëz. Robot tash shikojmë. Jenë njerëz të maskuar si robot. Ose është një pamje në kohë, që ne do ta shikojmë në një kohë tjetër. Jo, unë thash në fillim që padyshim edhe inteligjenca artificiale gabon, ne duhet ta shtrojmë debatin në fakt tek përgjegjësia nga gabimet që mund vinë si pasojë e inteligjencës artificiale. Është debat që bëhet aktualisht, ne nuk kemi ende zgjidhje, por ne si Shqipëri kemi ecur pak më shpejt se sa mendoj unë se mund të mbajmë, kështu që nuk e di pjesën e përgjegjësisë, pra si do të zgjidhet përgjegjësia në momentin kur inteligjenca artificiale gabon, apo më keq akoma, kur revoltohet në thonjza dhe mund të shkaktojë dëme. Nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi gjithsesi. Jo, përgjegjësi ligjore. Domethënë 2010 njeriu ka bërë gabime trashanike sa pothuajse përgjegjësia vetëm shmanget dhe nëse do ishte kaq e mirë njeriu në 2010 evolucion nuk ka ndryshuar asgjë. Përgjegjësia prapë mbetet burgu, dënim, kjo, domethënë ne duhet kishim evoluar, mos bënim asnjë lloj krimi. Atëherë për çfarë duhet ky lloj njeriu? Për këtë që thonë që deni kontrolli, ky është debat shumë më i hershëm, që kur dolën dronët, cilët kanë dhe ata inteligencë artificiale sot, domethënë ka kohë që sot është thjesht shtrirë në nivel tjetër, po domethënë dronët inteligjentë, cilët përgatiten për të shkuar për të vrarë armikun pa njerë, pa kosto njerëzore, ka pas një debat më parë që thoshin këta mund të një farë mënyrë të pavarësohen nga ushtria që i kanë nisur dhe mund t'i kthehen atyre, domethënë se pson një defekt ai të tillë dhe siç bën greva ai e kthen armën këtej. Dhe për këtë madje pikërisht pra në ka dhe filma domethënë këto me Terminatori, me Van Damme që ka qenë ai, domethënë është një lloj kështu apokalipsi i robotit. Tani kjo dihet shumë e thjeshtë Dorin, ne po jetojmë filmat? Jo, të ta sqaroj. Atëherë unë kam bërë një postim me një profesor, profesor Ademi, cili vdiq pas Covidit dhe ai ka studiuar një element që quhet grapen. Ajo që shikoni tek lapsi, kur prefni lapsat është një pluhur aty që del. Grapeni është përdorur në çdo teknologji elektronike. Kur ju shikoni këto plazmat e bukura, bëhet me grapen. Një flet grapeni e holl, që e shikoni me mikroskop, ajo mban një macë sipër dhe nuk thyhet. Kjo flet grapeni, kjo është frika se si mund të përdoret për keq, kur ne mund të përdorim dhe për mirë, si që kemi përdorur dhe ti e shikon e ke kudo. Çfarë bën ky grapen? Transkripton informacionin biologjik të trupit në input elektronik. Dhe ky input elektronik e kthen në atë lloj algoritmi që i duhet inteligjencës artificiale. Pra informacionin e një matje të glukozës tënde në trup, në gjak. Më kupton? Po, e si përkthehet pastaj çfarë? Po ky është një informacion biologjik. Leta masi glukozë. Nëpërmjet sensorëve që ndërtohen me grapenin. Në këtë moment, ti të gjithë informacionin tënd do ta kesh të hedhur në një platformë. Një sekond. Në momentin kur kemi një kartë digjitale që për Dorinën, për mua është një evolucion shumë i mirë. Nuk duam të mbajmë portofol, na humbasin portofolët, ka abuzime, ka falsifikime, është shumë e mirë. Por a kemi në një politik aq populiste dhe të ndershme dhe dëshëmirëse ndaj sistemit të popullit që mos të keq përdoret ky informacion, sikurse në Londër, tashmë kërkohet kjo kartë digjitale, populli është ngritur në protest dhe ti shikon në disa ushqime ka dalë carbon score. Më lejo të shpjegoj çfarë është carbon score. Carbon score vendosen pikët se sa karbon është lëshuar për prodhimin e këtij produkti, pra ti po shpenzon një ndotje. Nuk ka karbon. Pra ti, jo, gjatë prodhimit, pra gjatë prodhimit. Të gjitha ato shkruan. Gjatë prodhimit, ti ke dhe lëndë të jashtme, ke dhe paketim, por ke dhe prodhim brenda. Dhe nëse ka çliruar karbon, shënohen pikët. Po një sekond tani. Kush është kompania që e bën matjen e pikëve? Ku do të çojnë këto pikë?
ti do zgjedhësh pikët më pak, sepse këto pikë do shënohen në listimin që ti do kesh në këtë kartë digjitale, ku do lidhet me monedhën digjitale, e cila do lidhi dhe pjesën e pronësisë që ke, patentës që ke, makinës që ke, pra të gjithë informacionin tënë do ta kesh në këtë piramidë. Do të dyna këto... Ti do t'i pish po të zbriten pikët e carbon score. Një sekund, atëherë, ka folur dhe zoti kryeministër në United Nation për karbonin, në qoftë se e mbani mend para një viti ka qenë. Zoti Edi Rama, ka folur për karbonin, ka mbajtur një fjalim në United Nation për temën e karbonit, ndërkohë që disa i thonin që kjo është tema që po zhvillohet në lidhje dhe paralelizëm me ngrojen globale që nuk ekziston, e kanë globalistët, establishment, vendosi çfarë do lloj emri që duash. Ne po flasim për një kartë digjitale, e cila do kontrolloj dhe atë që ti shpenzon, por do ta përkthej në pikë shpenzimi të karbonit. Pra ti ke shpenzuar shumë karbon, sepse po flitet në Londër tani. Edhe oksigjenin, të gjithë elementët praktikisht të njeh më mirë se të njeh vetvete. Në momentin kur ty të zbresin shumë pikët, që ju shikoni tashmë, si ajo video e robotëve, ke dhe një video ku në kin flen jashtë njerëz që këto pikë i kanë në minus, pra i kanë marrë shtëpinë, i kanë dënuar për sjellje kundër politikës, për sjellje, për postime. Ka folur keq për qeverinë për shembull. Po, për gënjeshtra, mashtrime, vjedhje, për të gjitha dënimet. Pra, ky është një... Kjo qënë ka si kryzatat, më? Jo, është më keq. Është më keq. Kjo është një rrjet matriksi ku ti nuk del dot më. Dhe nuk e shans ti shpëtosh. Nuk ekziston shpëtimi. Pse? Pusë shpia të qipin këtu tani? Jo, Jo, por konkretisht tani. Çfarë është folur për Covidin? Që shumë njerëz thonë nuk duhet ta bëjmë dhe nuk po e bëjmë. Periudhën, vaksinë. Po ti e ke bërë vaksinën? Nuk bëhet kjo pyetje. Unë kam bërë të njëjtën vaksinë që ka bërë zoti kryeministër, po të njëjtën, me të njëjtën gjilpër. Tani, aty bashkë. Tani, unë duhet ju shpjegoj. Çfarë u fol në periudhën e Covidit? Se duken teori konspiracioni, por profesori mund na shpjegoj se teori konspiracioni si term kur ka lindur dhe kush e krijoi. Gjithë historinë e njerëzimit ka pasur konspiracion. Atëherë, gjithmonë kanë dalë të vërteta dhe kjo është e bukur. Kështu janë qenë konspiracionistë. Është folur për këtë element. Pse ashashinët çka kanë qenë? Po, gjithmonë ka pasur, po... Gjithë historisë. Gjithmonë edhe janë keq përdorur, gjithmonë dhe... Bota është, ne në mjafton dia që kemi... Po ka një koincidencë, ka një koincidencë kur vjen pikërisht grafenoksidi që shfaqet, i cili bën atë që bën, atë sensorin pra që e përkthen inputin biologjik në informacion elektronik për këtë algoritëm që po flasim, transkriptues nga inteligjenca artificiale, ku inteligjenca artificiale do jetë aftë të lexojë trupin ton. Vjen një vaksinë që është folur nga teoritë konspirative që ka pasur grapenoksid brenda, ka pasur apo jo. Vjen dhe një 5G apo një 6G në të njëjtën kohë. A është ky trekëndësh triangël i artë për këtë matrix? Po është. Sepse të treja, po t'i shikosh në bioinformatik dhe në shkencën tonë, funksionojnë bashkë dhe ecin bashkë, nuk bëjnë dot pa njëra tjetrën. Për atë prizën që unë thash që është sot Wi-Fi. Pra nuk kemi një prizë, por kemi një Wi-Fi. E para në mpive, në shkatrove. E dyta, nuk mu ta marrë do tunë këtë, t'ja përplas mund kuk, çdo njeriu fare. Atëherë, ne si popull e para, jemi shumë të mirë, sepse çdo ligj që ka ardhur këtu dhe nuk i përket traditës tonë, apo biologjisë njerëzore, sfumohet, humbet, shuhet dhe unë e dua shumë këtë popull. Tani, vim tek e fundit. Dhe këtu me karta digjitale, dhe këtu shqiptarët nuk do t'i pranojnë. Digital, nuk duhet ta pranojnë. Jo, shqiptarët nuk do t'i pranojnë, po nuk e di si do vi sistemi. Kemi gjë, unë sigurisht jam kundra çipave po, unë jam kundra edhe mënyrës se po përdoret teknologji, si është përdorur njëri gjithmonë teknologjia. Duhet dimi gjë. Sepse ne shpeshherë dhe shoh entuziast pa fund, kam qenë nga të parë që kanë bërë debate herët në media për teknologjinë, po. Teknologjia nuk është një instrument që domosdoshmërisht të ndihmon ty. Sigurisht ty shpeshherë të duket se të ndihmon. Por ajo mund të të shkaktojë 1001 probleme të cilat ti nuk i ke menduar kur e ke përdorur. Dhe kjo ka ndodhur me çdo lloj teknologjie që kemi përdorur. Do të thonë, themi, nëse ne sot përdorim kompjutera, përpara kemi pas televizor. Futja e televizorit çka ka sjell? Ka sjell ndryshim dhe transformim rrënjësor të jetës sociale.
Jeta sociale është organizuar rreth televizorit. Nuk kemi më farefis, njerëz që shkojnë nëpër komshi, njerëz që kanë, ku diun, 1000 gjëra. Po kështu transporti, po kështu mënyra e organizimit të zhvillimit urban, zhvillimit industrial, mënyra se si punësohet. Kjo ka sjellë botën moderne. Dhe të gjitha këto kanë shkatruar traditën, kanë shkatruar njerëzillën, kanë shkatruar marrëdhëniet tona njerëzore. Pastaj ngadalë, çfarë bën? Iku televizori, erdhën rrjetet sociale. Akoma më keq. Nuk kontrollojmë dot fëmijët tanë, nuk edukojmë fëmijët tanë, nuk dim çfarë brezi po rritet. Një sekond, po të bëj një pyetje. Gjatë kohës që kanë ndodhur të gjitha këto, a ka pas njerëz që kanë thënë televizori kallëzor? Kanë pasur njerëz që kanë thënë, siç flas unë për shkak siç kanë folur shumë tjerë, dhe ka pasur 100 tjerë që thonë ti po pengon zhvillimin, ti je kundër zhvillimit, ti je kundër të ardhmës, ti je prapa mbetur. Tani të gjitha kundër zhvillimit. Jo, këto po aplikohen. Apo kundër zhvillimit janë patjetër. Bota sot është në kontroll. Ti tyn se unë flasim për konspiracion, nuk ka konspiracion këtu. Ti kontrollohesh nga këto, çan këto se jo variablat, algoritmet. Pra ti ç'a bën? Ai që ka sot Facebookun apo ku diun TikTokun apo ka algoritme nëpërmjet të cilit. Ka shumë kontrollohemi ne, nuk e fik ja, unë e fik për shembull. Pap nëse jo, padyshim që shumë e thjeshtë të kontrollohesh. Shumë e thjeshtë që të kontrollohesh. Nuk është as pak e vështirë. Çështja është që kur zhvillimi të vjen me një shpejtësi kaq të lartë dhe lëm mbrapa të gjithë aftësitë e tjera, ka një disproporcion shumë të lartë. Kur lindi kompjuteri, aty do dal. Aty do dal. Filluan të mallkonin, vdekshi, ju shpëtoni këtë tani e njëjta gjë. Aty do dal. E gjithë epoka, sa herë që ka ndryshuar, gjithmonë ka ardhur me refuzim fillestar, patjetër. Edhe kjo do të ketë gjithashtu refuzimin e vet. Por kur vjen në mënyrë graduale, të gjithë ne bindemi për çfarë po na vjen. Se graduale ka 40 vjet filmi që ka dalë. Filmi që ka dalë e ka thënë atje, inteligjenca artificiale do fitoj luftën me robota. Dhe ama zhvillimi i inteligjencës artificiale në 5 vitet e fundit erdhi shumë më shpejt se ç'kishte mundësi të zhvillohej